mirë kuptim vetëm 1 minutë për shkuar tek omazhet e zonjës Xhepa, sepse është i biri i tij, aktori Ndritçim Xhepa që flet, dhe I rikthemi përsëri bisedës. Jemi sinqert. Gjengje, amanetë, porosi? Porosi, porosisht mund të javi. Ylli jetën e saj në mënyrë normale, pamërsisht e plati sa probleme të si më thonë javë të fundit, 2 muajt e fundit, të karakterit shëndetësor, të karakterit pulmonave, si duket edhe lodhjet e vetë viteve bëjnë të vetën normale. Por ajo nuk kishte një natyrë çuditshme që biles kur binte muhabetin e biseda nga herë kështu në momente të shkëputura kështu e thoshte, ndoshta në skenë thoshte nuk ka mundësi më, edhe jo sot po ka disa vite që e thoshte atë se skena do lëvizje, do këmbët kur I thonë. Kurse ke filmi prapë kishte diku një dëshirë, një ëndër prapë se mund të bënte tjetër punë. Por them se e mbylli ndoshta ashtu siç desh dhe Zoti që roli I fundit që bëri me Spartak Pecani në Bolero, Vilin e Pleqjve, sikur përkoi dhe me jetën ashtu siç erdhi dhe finalja e mbylljes së jetës saj. Nëse duket kjo ishte edhe perdja e jetës që mbylli siç perdja e skenës, si bjen ai fondali I zi dhe por rëndësi ka që atë që thash pak përpara në fillim që mënyra se si po respektohet sot, sigurisht nga njerëz të fushave të ndryshme, po mbi të gjitha nga vjetra pafund njerëz të cilët janë thjesht njerëz popull që publiku I filmave, I punëve të saj që ka lënë në ekran dhe të skenë. Kjo është kënaqësia më e madhe që mund të marri vetë familjarët, por mbi të gjitha dhe ajo në atë shpirtin e saj që sot largohet nga kjo botë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishin këto fjalët e të birit Ndritçim Xhepa teksa kanë nisur në Teatrin e Operës dhe Baletit omazhet në nderim të artistes madhe Margarita Xhepa një ditë pas ndarjes së saj nga jeta për të përcjellë më pas edhe për në banesën e fundit. I rikthemi bisedës me Endri Shabanin.